Gjyqtari i gjykatës së posaçme Erion Çela ka autorizuar zyrtarisht prokurorinë e posaçme SPAK për të nisur kqyrjen dhe analizimin e pajisjeve elektronike të sekuestruara dy ish zyrtarëve të lartë, Erald Elezi dhe Gentian Gjyli, në funksion të një hetimi për investimet në infrastrukturë. Dy ish drejtorët e KESH dhe ARSH janë të dyshuar në hetimet e SPAK për abuzime të dyshuara me prokurime publike, që po zgjerohet për të zbardhur edhe rolin e disa biznesmenëve me veprimtari në fushat e ndërtimit të infrastrukturës rrugore. Procesi i kqyrjes së celularëve dhe kompjuterëve ishte pezulluar, teksa pritej një interpretim nga gjykata kushtetuese mbi procedurat e sekuestrimit dhe privatësisë. Pas vendimit, gjykata e posaçme i ka dhënë prokurorisë dritë jeshile për të vepruar. Si pjesë e hetimit, SPAK mësohet se u ka sekuestruar celularët edhe disa biznesmenëve, mes të cilëve mësohet se janë edhe Ilir Shtufi e Pëllum Salillari. Edhe pajisjet e tyre po ashtu pritet të hapen në kërkim të provave. Prokurorët Klodian Braho, Dorina Bejko dhe Dritan Prengji po udhëheqin hetimin, ndërsa të paktën 10 oficerë të Byros Kombëtare të hetimit janë angazhuar për analizën laboratorike të provave digjitale. Kqyrja do të përfshijë edhe platformat si WhatsApp, Signal apo emailet zyrtare për zbuluar pazare të mundshme korruptive, favorizime në tendera apo lidhje të dyshimta me biznesmen. Prokurorët kanë dyshime se në këto komunikime mund të zbulojnë pazare ish zyrtarët, por edhe persona të tjerë me peshë në administratë apo botën e biznesit.